130 raste të reja diagnostikohen me kancer të qafës së mitrës çdo vit në vendin tonë. Megjithatë, mjekët thonë se për shkak të informimit dhe ndërgjegjësimit të popullatës, rastet janë ulur ndjeshëm. Situata e shëndetshmërisë tek këto gra dhe vajza paraqitet e përmirësuar për shkak të informimit të popullatës në lidhje me vlerën e pabtestit dhe vetë gratë dhe vajzat i drejtohen institucioneve për të kryer këtë lloj procedure. Sipas mjekëve, kanceri i qafës së mitrës nuk shfaqet menjëherë, por zhvillohet ngadalë gjatë disa viteve. Bluzat e bardha theksojnë se ka raste edhe të moshave të reja që mund të diagnostikohen. Kanceri i qafës së mitrës nuk zhvillohet brenda ditësh, javësh, muajsh, ai do një periudhë disa vjeçare që zhvillohet nga momenti fillestar i infeksionit me human papilloma virus. Nëse një grua fillon aktivitetin e saj seksual herët dhe njëkohësisht nëse kjo grua ndryshon shumë shpesh partnerët, atëherë mundësia që kanceri i qafës së mitrës të shfaqet në mosha të reja është më i madh. Kryerja e pabtestit është mjaft e rëndësishme, pasi sipas mjekëve specialistë ndihmon në zbulimin dhe parandalimin në kohë të kancerit të qafës së mitrës. Pabtesti është shumë i rëndësishëm biles një ndër faktorët kryesorë që e bën pabtestin një teknikë sensitive dhe specifike është pikërisht periodiciteti i kryerjes së pabtestit. Një grua duhet të fillojë të bëjë pabtestin mbasi ka 3 vjet që zhvillon aktivitet seksual ose mbasi ka arrit moshën 21 vjeçare. Shkaku kryesor i shfaqjes së këtij kanceri është virusi papilomës humane.